Vazhdojmë në serialin e ligjëratave tregimet më të bukura, tregimet e pejgamberëve, ku kemi filluar në ligjëratën e kaluar për pejgamberin e Allahut, i cili është Hudi alayhis salam. Treguam se Hudi alayhis salam është i pari pejgamber i cili është me origjinë dhe vendin nga arabët. Ku Allahu azza wa jalla ka thënë qaumu Ad, populli i Hudit është quajt populli Ad. E pse populli i Nuhit është quajt vetëm se populli i Nuhit? E nuk është quajtur sikur populli i Hudit është quajtur populli i Ad. Për shkak se në kohën e Nuhit alayhis salam ka qenë një numër i vogël i njerëzve që është quajtur populli i Nuhit, dhe Nuhi alayhis salam është marrë vetëm me atë popull. Mirë, po pasi që Nuhi alayhis salam zbret me anijen e tij që e quam në Mosul në Irak, dhe pastaj u shpërndan 3 djemt e tij, i cili ishte një Ham, tjetri ishte Sam, edhe një ishte Jafith. E këta 3 djemt kur u shpërndan, pastaj filluan të bëhen fise dhe prej këtyre filluan njerëzimi. Domethënë baballarët e njerëzimit, siç thamë që është Ham, është njëri nga baba i afrikanëve, e somalezëve, e sudanezëve, e ajo pjesa e Afrikës, dhe pastaj është Jafith, i cili është aziatik, në anën e Taxhikistan, Uzbekistan, Kines e Korean, edhe njëri i cili ishte Sam, baba i arabëve. E ky Sami e kishte një djalë më pas, i cili u quajte Iram. E ky Irami pastaj kishte një djalë i cili u quajte Ad. E prej këtij Adit shumë djem kishte ky Adi, dhe kishte mes djemve pastaj edhe pasardhës dhe fise të ndryshme, mirë po u bashkonin te Ad. E në këtë Ad, në këtë popullin Ad, e dërgoi Allahu azza wa jall kan Hudin alayhis salam. E para ta Hudi alayhis salam, siç thot pejgamberi alayhis salam në një hadith, se 4 pejgamber që janë me origjinë arab, është njëri prej tyre Hudi, është Shuaibi, është Salihu dhe Muhamedi alayhis salam. E tek dietarët ka khilaf, edhe 2 pejgamber tjerë a janë arab, sikur çështja e Ismailit alayhis salam, ne treguam se arabët janë arabët të arabizuar. Si Ismail alayhis salam, i cili e ka mësuar gjuhën arabe dhe pastaj u ka qëndruar tek Xherhumët, një kabile e madhe, një fis i madh i jemenazve, dhe më pas ka filluar që të flitet gjuha arabe, dhe pejgamberi alayhis salam e ka preardhën prej kujt? Prej Ismailit alayhis salam. Edhe thuhet për Ademin alayhis salam, i cili ka fol 2 gjuha, një është surianie, që thuhet një gjuhë e vjetër, mirë po thuhet se ka fol edhe gjuhën arabe, që Allahu azza wa jall e ka përmendur edhe në Kur'an, dhe i kemi treguar dersin e parë. Kështu që ajo çka thënë dietarët janë 4, prej këtyre është Hudi, është Salihu, është Shuaibi dhe është Muhamedi alayhis salam. E baba i këtyre arabëve pra është ky djalë i Nuhut alayhis salam, i cili është pra Sam. E kjo është domethënën prej te Nuhi alayhis salam, pas Nuhit alayhis salam është Sami, pas Samit është ki Iram, pas ti Iramit është Ad, dhe pas Adit domethënë që vjen populli i cili është populli i Hudit, dhe do ta shohim pse Allahu azza wa jalla ka cekën Ad dhe pastaj e ka cekën populli i Hudit. Për shkak se pasi që Allahu azza wa jalla e shkatron Adin, mbeten vetëm ata besimtarë të cilët kanë qenë me Hudin, dhe ata janë populli i Hudit që e kanë besuar Allahun subhanahu wa taala. Pasi që treguam Hudi alayhis salam sikur ketë pejgamber, dhe kjo ka qenë thirrja e ketë pejgamberëve, për ata kur ti thuaj se Islami është feja e ketë pejgamberëve, çuditën, si be Islami ketë feja e pejgamberëve? Allahu azza wa jalla thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul", në çdo popull kena dërguar pejgamber. "An ya'budullaha wajtanibut taghut", i ka urdhëruar Allahu çka? Në monoteizëm, me besu Allahun të vetëm dhe mu largu nga çdo idhuj, nga çdo zot i rrejshëm, pas zot në thojza që adhurohet përpas Allahut azza wa jall. Dhe çka do të thonë Islam? Do të thotë për fjalës istislam, dorëzim në Allahun azza wa jall të plot dhe adhurimi i pastër i Allahut. Për ata dhe Allahu azza wa jall cekë edhe Ibrahimin alayhis salam, thotë me kene Ibrahimu jahudien, nuk ishte Ibrahimi jahudi, domethënë nuk ishte me popull jahudi, wala nasranien, e as që përkaste popullit të krishter, domethënë krishter, walakin kana hanifan, ishte në fenë e pastër të Allahut, hanif, domethënë me besim të kulluar. Çka thot? Hanifan musliman, domethënë musliman. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe nuk ishte prej idhujtarëve. Pse se idhujtarët e Mekës pretendonin se fenë e kanë marrë pi Ibrahimit alayhis salam, jahudit thonë se feja jonë është feja e Ibrahimit, krishterët thonë se feja është Ibrahimit, për ata thirrin me një feja abrahamike.
Feja abrahamike e trilluar, nuk ka kështu në Kur'an feja abrahamike. Feja është feja islamit. E pastaj në çdo popull Allahu ka dërgu plus edhe një sheriat e cili ka dallu sheriati për sheriatit. Ç'kjo është dallimi? Kurse krejt pejgamber, çka thon pejgamberi alayhis salatu wasalam në një hadith, krejt pejgambert jemi vllazni prej në babe, nonat tona janë të ndryshëm. Ka thonë, krejt jemi që kemi ardhur në tauhid, mirë po sheriatët tona janë ndryshëm. Sheriatët dallojnë, mirë po në këtë kemi ardhur me i thirr Allahun, me i thirr në rrugën e Allahut azza wa jall. Mu largu nga idhujt. E kur i thiri Hud alayhis salatu wassalam, ata bënën krye lartësi, bënën krye netësi dhe treguam se i vetmi popull që Allahu azza wa jall ju kishte dhënë aq fuqi të madhe, fuqi trupore, fuqi në administratën e shtetit vet dhe asaj arkitekture që kishte pas në kohën e Adit nuk kishte pas asnjëkund. Pse? Kishin edhe kodrat e mdhoja, i kishin ndërtu pallate, i kishin zbukuruar, i kishin bën me tullat arit, me shtyllat arit, edhe shatorët e tyre, tendat e tyre, ashtë bukura dhe ashtë mdhoja, dhe treguam se njëri nga këta njerëz, a di sa ishte gjatësia e këtive? 100 metre. Ma i shkurti, ma i vogli piktirve ishte 60 metre. Për ata thëshin, men e shet dumin në kuë, kush është ma i fuqishëm se ne? Edhe nga dënjëherë, kur Allah azza wa jall jep robit mirësi, ka dënjëherë Allah azza wa jall jep fuqi, ka dënjëherë Allah azza wa jall jep dukujna pasuri, jep dukujna mendje prehtësi, ai vend se me shfrytzuat pasurien me ndihmu njerëzve dhe me marrë shpërblimin, ose atë logjikën e shëndos dhe të mirë që ja ka dhënë Allahu, mi u bë dobi njerëzimit, atë fuqien që ja ka dhënë Allahu, me shfrytzu për të mirë, ai u ban njerëzve dam. Ai njerëzve ju ban sherr. Ai me atë logjikën e vet i devion njerëzit. Ai me pasurien e vet e lufton dinin e Allahut, e lufton Zotin krijuesin e tij që e ka furnizuar ata. E ka dënjer njeriu me fuqinë e vet që e ka, i shtip njerëzit e dopt. Dhe kështu është njerëzit të cilët nuk janë të pajisur me njohuri, dituri fetare e para, edhe e dyta nuk kanë iman. E këto kanë thonën, kush është më i fuqishëm se ne, men e shet dumin në kuë, kush ka më të fortë se ne, as kush se në dale për para. E Nuh alayhis salatu wassalam i ka thonë, Allahu ja ka dhënë të mirat në këtë botë, edhe kam ju dhënë të mirat në ahiret. Ka thonë, çfarë të mira ka më na dhënë Allahu në ahiret? Ka thonë, pallate, të cilat i ka përmendur edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, janë tullat pi arit, pi argjentit, janë domethënë xheneti i cili është i me briljant, ka lumej prej qumshti, ka lumej prej vere, ka lumej të cilat janë nga mjalti i kulluar, nga qumshti i kulluar. Ata nga krye lartësia thanë edhe ne bëjnë atë xhenet. I grin disa do thot lumej, disa vende i mbushën me verë, i mbushën me qumsht, i mbushën me verë edhe me treguse dhe zbukurun me pallate, domethënë ashtu të bukura, ashtu të gdhendura mirë, ashtu të qëndisura, sa që sot nëse keni vërejt në për programe dokumentare, të cilat popujt e vjetër dhe i shef do kodrat mdhoja, me shtyllat zbukurume të gdhendura, janë të popullit atë prej asoj kohë kanë betë. Edhe ka thonë, kush është më i fuqishëm se ne? E çka i ka thonë Hudi alayhis salam? Allah ja ka dhënë këtë mirat. Allah ju ka dhënë pasuri. Allah ju ka dhënë kopshte, ju ka dhënë lumej, ju ka dhënë fuqi. Adhuroni Allahun, se nëse adhuroni Allahun, Allah ka për t'ja shtu shëndetin, ka për t'ja shtu pasurinë, ka për t'ja shtu evladin dhe ka për t'ju dhënë fuqi mbi fuqi dhe t'jeni ju më kam mës mbi tokë. Vetëm nëse jeni besimtar, nëse adhuroni Allahun azza wa jall. Ato kanë thonë, ne e adhurojmë idhujt. Neve idhujt na kanë bërë këtë mirësi. E ki pa dukujna, Allah jep shumë të mira, e mohon Allahun azza wa jall. E keni pa një ndi, e adhurojnë njerëzit lopën. E adhurojnë njerëzit kanë arrit minin e vogël. Para më minin shkojnë dhe japin ushqim dhe thonë se kjo është një prej ndërzotrat tonë. Para më çfarë devijimi total e kush është ai që i furnizon. E këto idhujt tregon njërin prej mushrikëve, thot ishta idhujtar dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam na thirrte të thekën në Islam, na thekën fe. E thot një ditë për ditëve kur u çova në mëngjes dhe shkova ta bëj një lutje tek idhujt, e poshtë një qen ndërmjet ju ndër juve, thot e bëni urinoj tek ai idhulli. Dhe kur e pa që urinoj, thash ki nuk ka mundësi një qen ta largon nga vetja e vet. E siç ka mundësi të na bëjë neve dam ose të na bëjë neve dobi. Do thot logjika e shëndosh, mirë po logjika e devijuar dhe mos besimi në Allahun
atë shumë të largon nga rruga e drejtë, nga dituria, nga ajo binari i drejtë, sa që ti nuk e di se ku mundesh me përfundu me logjikën tënde. Edhe i kanë thonë Hudit a.s. O Hud, na lodhe, Allahu kam ju pru dënim, Allahu kam ju dënu në dunjo, Allahu kam ju dënu në ahiret, na bjet dënimin. Çka kanë thonën? Fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. O Hud, na sjell atë lajmërimin që thuti, atë dënimin që thuti se ka marrë në të vera i dënimi i Zotit. Ku është ai dënimi i Zotit? Fakti vazhdimisht i po na thonë neve dënim. Ne tregum se Nuhi alayhis salam 950 vjet i thiri dhe Allahu azza wa jall e urdhëroi ta ndrej çaniën e i mbjelli drut, 100 vjet i priti drut të tritën, mas 100 vjet të bëhen drasa, 100 vjet thahen dhe ta ndrej çaniën. Edhe pse kret kjo mos po pendohen helbet, to e shtije. Hudi a.s. nuk donë të populli vet dënohet, donë që populli vet ta pranon fen, ta urdhëron Allahun që Allahu azza wa jall ta largon prej këtij dënimin. Mirë, pa ato çka thëshin? Ato thëshin, hajde, bëre dënimin. E çka nxjerrin dietar nga ky kuptim? Njeriu kur nuk duhet me lut Allahun për dëni të keqe për sherr. Shembull, ai ki pa fëmia vet ban dëni bela, i thot ti je shejtan. Pikti nuk ka hajër kur, ti kur s'ka hajër. Mos ban, ka thonë el mantiq muwakkel bil kelam. Fatkeqësia është e lidhur për fjalën tënde. Nëse ti mendon negativisht dhe e nxjerr nga zemra jote diçka negativisht, çajo çka e nxjerr ti dhe e mendon, ka mundësi sebe fjalës tonë mu lidh me ndodhe dhe keqja. Shembull të ne thënë, i na tunis nuth, shembull, e ne thot, ki kujdes se kena me bon ndeshje. Mos po bëjna ndeshje për udhe, mos tuj kështuj, thuj Allahu na rujt për ndeshjes. Ban dua për pozitiv. Mos muj, valla sot ka mu smu, ka naftoft, sot e pas kom hangër, nesër kime pa shtrat. Për nime nesër e shetë smu të aterifin. Hun t'i kullojnë. E ka thonë me fjallën e vetë, a me thonë, kana pak si ftoft, e lusë Allah në zogjet në e pëshndet në arum për këti virusit nëse të keqet, ka me rujt Allah në zogjet. Se e ka folën fjallën pozitive, edhe është e lidhë do me thonë me atë. Edhe tjetra, ato me ketë kanë bo hajgare, kanë thonë hajde na bjen neve dënimin. E nuk ban njeri me lujtën me një person, shembull, një person i ka bo zullum një personit, edhe ai ankohet se ka dhonë rogën, ose shembull i ka bo padrejtësia ti në çështjen e punësimit, apo e ka përjashtu pi pune, apo ja ka marrë pasurinë, edhe plus asaj ban hajgare se thot shumë i dopt është ki. E Allahu azza wa jalla çka thot, nuk ka perde mes atij dhe zullumit çka i bëhet. Zullumçarit, çka bën zullum, edhe atij që i bëhet zullum, kur i ngrit ai durt, nuk ka perde mes tij dhe Allahut i kthej zullumçarit. E ki pa nuk kush bën dua për ata, thot Allahut shkatroft. Ki i thot Allahut shkatroft, se ma ki shkatru jetën, për i me i shkatrot jeta këta tina. Allahu ta pidov një smuje sim ki smuje. Vallahi pidovët smuje e shef njerin në shtrat, thot s'kam pas kur një qfar kohë, për një herë nuk e din, ndoshta është doja e filonit. Ose keni pa nana, shembull i ka thonë, move më shko, se baba i ka marrë kerin, e ka thënë edhe dietarët edhe e kanë treguar edhe prindrit e tyre, i ka thonë mëse merr çelsat, mëse merr s'ka me marr kerin, nana vet i ka shku i ka lut nanës, ma e but në zemër, ja ka marrë çelsat, ka dal në rrugë, i ka thonë dilsh edhe qafën e thefsh. Nuk ka shku një orë, i ka lëmru policia, djali jot u ka bo limenk me kërë. U ka bo e ketë. Do më thonë është i vdek të në vend, hajde mere, që e ka thi qafën. Qka bone? Ti bone dua vetë për ka e keqja. Vese me thonë, o djali, ki daldis shumë, pa Allahu të rujtë. Allahu inshallah tjep trun, ti qonë edhe me lekt, edhe Zoti trun, qire ki kujdes, ka dale, qoftë në bikëshire në Allahut, edhe është i dua e ka bu pejgamberi a.s. Este u di u kumullah, ledhi letu di le vodaj, po ta lo emanet o Allah ke thmijën tem, se ti nuk e hup emanetin në kur ta lo ti ndorë. Do me thonë, ban do këtë pozitive që pozitiviteti dhe lutja jote dhe doa jote, ta kapat ka e mira. Mirë pa to, ka lutë, do me thonë, ka e keqja. E kur ka lut ka e keqja, ka thonë, qad waqa aleikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Wallahi ka thonë, ka me ju zbrit juve prej Allahut një hidhrim dhe një keqje nga Allahu azza wa jall, po kërkoni falje. Megjithatë s'kan kërkuar ata falje. Kanë thonë fantadhiru inni ma'akum min al-muntadhirin. Mas ju nuk po pendoheni, atër pritni edhe unë bashkë me juve kena me prit. E duke e prit ato, jo du mu pendu, duke e prit ato dënimin. Atër çka ban? Atëherë pejgamberi Allahut i ngrit durt.
E pejgambert e Allahut kur bëjnë dua për ata pejgamberë alayhis salatu wassalam, shumë u ka rujt mos bëje dua për popullin e vet. Se nëse një dua, këtë çka i ka bëu dua pejgamberi alayhis salatu wassalam, i ka bëu çka për pozitivitet. Edhe në momentet më të vështira për ata ka thonë Umar salleke rahmetul alamin, ti je rahmet, ti je mëshirë për këtë botën. Para mëno e përzojnë prej Mekë, e do bëjnë prej Mekë, shkon Taif, e përgjakosin çka si bëjnë. Edhe në fund thot Allahu azza wa jalla i çon domethën melek të kodrave, melek gjiganta. Thot ja Muhammed, Allahu na ka dërgu neve, nejna melek të kodrave, kemi zbritën këtu në tokë me ardhën ti vetëm se thuj, o Zot shkatroj, ne jemi hazër mi shkatru ata. Zoti na ka çuar nëse i thu që këti populli që të kanë bëu zullum, të kanë përgjakos, çka thot i ngrit dur pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka thot, o Allah, udhëzoj këta edhe mos i shkatro se ndoshta prej korizit këtive yakhruju min aslabihim unasun ya'budun Allah wa la yushrikuna bi shay'a, dalin nga korizi këtive njerëz që kanë me adhuru Allah dhe s'kan me bëu shirk Allahut. Sot Taifi on këtë musliman. Mirë po, i ka thonë pejgamberi Allahut, moni ato jo, vetëm se bëre dënimin. Atëherë i ka thonë, i ka ngrit durt, ka thonë Rabbi nsurni bima kadhabun, o Zot më ndihmo, se këto më përgënjeshtruan dhe këto nuk dojnë ta pranojnë hakun dhe ta pranojnë thirrjen të cilët më ka dërguar mua. Subhanallah. Çka ndodh? Dënimi si ishte i këtive? Njerëzit mëdhenj, të fuqishëm, njerëzit gjiganta. Allahu azza wa jalla thot 3 vjet i sprovoi me thatësi. Ai patën ato lumet, u shterën këtë lumet. Ai patën ato kopshtat, ju djegën këtë kopshtat. A patën mirësi, ju humbën këtë mirësit metën pa ujë, pa kur gjohë thatësi, 3 vjet asnjë pikë shivi. Asnjë pikë shivi nuk po bjen atë vetë. Çka ndodhin, mbledhen këta, thojnë, qere, në atë kohë, edhe pse unë konë mushrik, kanë shkuar prapë në Kabe. Edhe pse e kanë pas fejnë e devijume, edhe mushrikët e Mekës kanë bë tavaf. Tavafi ative çka u konën? Tavafi atina u konën bukaen vë testje. Kanë shuplaka, dortrokitje edhe fishkëllim. Edhe kanë bë tavaf patesha. Kanë thonë pse bëni tavaf ju patesha? Ka thonë se ne kena bë shumë gjunahe, edhe qatë shumë që kena gjunahe, dhe tesha që kena me veti kena me haram të vesht. E ndoshta bëhen sebeb teshat e tona me haram nuk na pranohet lutja, jam vdesh. Edhe pse unë konë mushrik. Edhe pse unë konë mushrik. Janë mbledh të 70 veta, edhe janë nisën ku? Janë nisën Kabe, në Mekë. Tash, si janë nisën Kabe në Mekë, a se kanë ndërtu Kabën Ibrahimi a.s. Do më thonë, qysh kanë shku këto? Kanë thonë se Kabe o kanë ndërtu me prej në Ademin a.s. Kur Allah azza wa jall e zbret Ademin a.s. në hindi që thonë. Dhe Hava është zbrit ku? është zbritën në Arafat. Janë zatek në Arafat. Do më thonë, në gjithë dhe janë zatek në Arafat. E pre ati momentit, shtëpia e parë, e cila është ndërtu në rruzullin të kësor, për të adhuru Allah azza wa jall, o konë do më thonë Qabja. Edhe pse o konë e rënum pjesërisht. O konë e rënum. Mirë pa e kanë ditë vendin se që ki vend është këtu pari, është i shenjtë. Se Qabja dhe rrethi i Qabës, që janë dy ato hududët që i thënë, dy kufit, dëgjallët nuk ka me mujt me hi ati. Se është vend i shenjtë ati. Edhe një namaz me e falë, osa 100.000 namazë. Shkojnë ati 70 veta. Kur nisën për udhë me shku 70 veta, në kodrat e Mekës është një fis të cilët i kanë quajtur Amalika. Këto Amalika kanë qenë gjemt axhallar të Adit, që thanë prej Adit janë shtu pastaj shumë fëmijë. E këto Amalikat ka qenë njoni i cili ka pas emrin Muawije ibn Bekr. Ki ka qenë dhe thot kushëri i këtire. Edhe nonën e ka pasën nga populli Ad. Do më thonën edhe si dajallari ka pas, edhe si kushëri ka pas. E këto kur kanë shku janë ngon 70 veta, kur kanë mrit e ki ka qenë i pasur, edhe ka qenë shumë bujar, edhe Arab kanë qenë shumë bujar. Ju ka dhonë me hangër, me pije, kur e ka pasë po ka me hangër me pije, sa dush, ju ka qitë verë alkohol, sa dush, edhe ata, kur janë nisë me shku me bo dua në Mekë, që Allahu të bjerë, do më thonë, ta sjellë rejtë dhe ta sjellë shiun ati, ato për mirësive më hangër me pi, kanë haru me bo dua. E ki pa këtë njëre, kur Allahu azza wa jalla sprovon robën me disa mirësi, janë nisë me haru Allahu azza wa jalla. Ka do njerëz që shembull i ki pa në xhami përpara, parin saf në përderse nuk kanë munguar. Në momentin që Allah ja ka çel biznesin, ja ka çel udhë, ja ka çel ka haru më xhamin.
Jo, be thot, kam vesh me vi, pas kam vak me shkun, s'kam vak me net në xhami. Ka të njëra Allah t'i jap do të mira, e haron rrugën e Allahut. Ato ju ka dhënë me hangër me pi, ju ka dhënë të mira e rithi, i ka gostis, e kanë haru ato me bot dua sa atu shkatru populli vet atje dhe kanë met ata domethënë thatësinat mëdhoja. Sa ka zgjat kjo me hangër me pi rehat aty 1 muaj ditë. Mas 1 muaj ditëve ka paki se ato kanë haru, nuk dojnë mu çu me shkue. I merr 2 çika të reja që kanë këndue. Edhe e ka thur një poezi, ama në poezi ja ka bo me temsil, hadi se ka ardhë koha popullit u shkatruna gjë, ato metën pa hangër pa pi, e jeni të u knaq, shtu edhe të u dofri, a juve ju kanë qu për me bo dua që me rashi. E kër i kanë bo këtë lutje, këtë dua, edhe këtë poezi, ju ka rënë ndërmend tive se bolle pas mi tepru, 1 muaj pas mi net. 1 muaj kanë net aty. E ki paka dhe njerë të regojnë, kanë shku misafir të shpijat e dhe një filan, edhe ai haxhia i plakje ka pas çohet namaz sabaj, shkoi ta fale sabajin, ato të bu muhabeten e pak saati 10 edhe pak 11 edhe pak 12. Edhe i ka thonë asoj plakës, shko pak atë siguresën, veç nale tak, një 5-6 sekunda edhe ndeze. Pse? Ka thonë puna ime është. Shkon ajo poshën e shqim, kur e shqim bo teri madh bunker, edhe një zonë bërtet, i zën, pjatit, edhe ato tapatap, del ai siguresën e kall, drita dhe këtë qonë kom, marin halallëk edhe dalin kadera. Edhe kur dalin kadera tash i thot, halipe be të izën jo, halipe be të izën jo. Kur kush ka lipa i sahibi i shpijës. Ai ka thonë izën, deli se s'ka mos si na të shkuë. E ato kanë menu që njëri pjative ka lip izën. Edhe ki ka thonë, o te lip një izën se u bënë 1 muaj më këtu. Shkojni lip një adje shi. E subhanallah, kur kanë shku Kajl ibn Aneze e ka pas ai udhëheci i fisit, domethënë Ad. Kur kanë shku me bo dua, qire sprova, i kanë ngrit durt me bo lutje. Në moment janë paraqit 3 re, 3 mjegullat mëdhoja. Një mjegull e zes, një mjegull e kuqe, edhe një mjegull e bardh, mbi kokat e ative. Edhe ka bo dua dhe ka ardhë një zon. Zgjedhe njënën prej këtive 3 mjegullave, prej 3 rejave. Edhe i ka thonën, kanë me zgjedhen, ka thonë me zgjedh këtë zezën. Se kur bohët mjegulla e zezë me një vend dhe be shumë shi në të vend. Ka thonë, kjo mjegulla e zezë do tjetë ajo që ka mero shumë shi. E pasi që e zgjedh ki mjegullën e zezë, thot një zonë, e ke zgjedhën erën sarën atje. E ki zgjedh një re e cila është përvluse, edhe zjarë konta, edhe ftoft konta, edhe sherin e madh e ka kjo reja që do të vere pas. Qfar reje, qfar dënimi, ato thatësi kanë bo lutje, ju kanë parashit reja që reja e zes, o kon një reje e cila ka përmbajt, ka thonë rihul aqim, në një ajet qëtër thot, një mjegull, një erë e cila ka qenë sterile, qka sterile pa bereqet, vetëm shkatrim. Tu demmeru kulle shej, ajo ka me shkatru çdo sent. E thot, to kur nisën kthejen prap, reja po ju vjen kadal. E ki po reje duku se ecin kadal. Vesh mrin. Kur kanë mri këto në venin e vet, e kanë po se rejet po vinë pjatje. Qfar reje, qfar dënimi? Rejet e këtive, kur kanë ardhen, thot era e fort, sar. Sar është një erë që është një furtun që shlon shumë zona. Pe zonit madhe dhe vesht, dëshmi mshel vesht se ti mpin, do më thonën, në dëgjimin e veshve, shurdhon, sarin, atje. E qka ka qenë kjo? Thot, kër e kanë po prej lartë të ardhën rejtë e mdoja, e kanë po se disa kafsh, edhe disa bakti i kanë po duke fluturu në ajrë. Thot, një grua e shenë, thot, kjo reja, ka thonë, hadhe aridun mumtiruna, hadhe bel me sta'gjeltun bi, fihi adhabun elim. Kër e kanë po rejtë, kanë thonë, përgëzohuni, ato është një reje madhe, ka me në ardhë shiu nga luginat ative. Allahu Azza thot, bel me sta'gjeltun bi, kjo është ajo që i një ngut ju. Kjo nuk është mëshirë për juve. Kjo është dënim se një ngut, hajde berat dënimin. Mës me ndoni se kjo është mëshirë, kjo është dënim për juve. Bel me sta'gjeltun bi, ju një ngut këta. E që ka thot, fihi adhabun elim, në këtë ka një dënim shumë dëmshëm. Çfarë dënimi i dëmshëm ka qenë? Subhanallah. Kur vjen të këto mimar. Disa për këtyre të tregu se janë të fort edhe i ballafaqohen edhe ajrit, edhe frimës, i hinë në tokë deri në gjuj. Hinë në tokë edhe i mbulin
komat edhe rrim përpara. Allahu zëre i shkull, do të krejt ato sikur ke nakhlin khawije, sikur ajo palma, a ki pa palma, sa është mbi tokë palma, atë që ki edhe nën thellësi tokës palmën, i ka shkull pi tokë ato sikur kur shkullët palma, e ka shkull. E thot, e ka pae një grue të fluturun ajër, thot nalë, sikur një shpes, a ki pa aeroploni, sa është i madhë. Kur ta shofsh në ajër duket shumë i vogël, a ki pa të çka sillen ato aeroplanat. Thot, tuk u sillen, thot, kërë gjeradin, sikur një karkalec i vogël në ajër. Thot Allahu Azza çfarë dënimi ishte? 7 ayamin wa 8 husuma. Ishte 7 natë dhe 7 ditë. Çka ishte? Ishte erë e fort, nuk u ndrai, pa era. Vjen era edhe nalet era. Era e fort nal, jo, sa nal, do të thonë është kon vazhdimsi erë e fort derisa nuk kalon shatortative, nuk kalon kafsh, nuk kalon xho, vetëm se i ka fluturuar, i ka marrë në ajër. Çka kanë bë? Kanë hina për ato kodrat që i kanë gdhen me durtë veta në thellësi. Allah Azza wa Jall thot e ka çu erën e madhe derisa ka shkuar edhe për ato kodra, një ka një i ka rrëzun tokë, edhe i ka nxjerrën sikur era kur i bart gurzit edhe kur i bart xhonat, e keni pa shtëpiat në Amerikë, ato tornado që i marr, i ka nxjerr kit njerëzit i ka nxjerr. I ka nxjerr pi atit, thot edhe i ka çu në ajër. Para me no, thot në ajër në Havaj janë pa ato. 7 ditë e 7 natë ato në ajër kanë mbetën duke fluturuar. Nuk kanë rënë tokë. 7 natë e 7 ditë, do më thonë duke fluturuar në ajër. Mas 7 natë dhe 7 ditëve, ato kur kanë ra, thot në tokë, kanë ra me kokë të përmbysur në tokë, vetëm kom të ju kam letë, kanë në nakhlën khawije, si kur ajo palma e hurmës, kur qaraveshet, kur të vjetrohet, kur të ashtu, bohët do më thonë e qaravesht, që ashtu kanë betë me kokë, thot, gjallet hu ker ramim, subhanallah. Ramim, gjuhën arabë është pluhur, kur e merë kocin, thahet kocja, po? Edhe e shtridh, ajo bëhet pluhun. Allah po thot gjallet hu ker ramim, të janë bo si ramim. Çfarë ramimi? Thot o konën era aq e ftoft, acari erës ftoft, sa që i ka ngrinjë ato komplet, e ki po njeri kur ngrinjët, ose diçka kur ngrinjët, aq ngrinjë e madhe, sa që kur është përplasën tokë, është bo ajo mo, nëse ki dashti me ngrit, kanë me copa në dorë. është ka përderdh, nëse ki dash me nxerr, ajo ka mujt mush ka përderdh. E thot që kjo ka kon dënimi i këtyre që thënë shin men e shet du minna kuwe, kush është ma i fort se ne, Allahu Azza wa Jall dhe më thonë, i shkatroj këta me këtë dënimi që janë sarsarin atje. Rihan sarsaran atje, ishte një erë e fort e cila i shkatroj dhe më thonë ata në tërësi. Dhe po ashtu, që thotë Allah, ma të dhara min shejin, atet alehi illa gjaalethu kërramim, gjdo erë që i mirë ka ata, i thajke, i bëjke si ramim. Dhe më thonë ata, që ka përderdhur. Subhanallah, ma si umbush toka, se njerëzit më dhej, ka 100 metre, vendi madh, që ka ndodhë, Allahu Azza wa Jall dërgon disa shpest, zi, me i marata me i kapën, edhe me i qunë deti, me e pastru tokën, se nëse nuk vurosën ata, mrin mbi tokë, përhapët pandemia. E deti, subhanallah, i ki pa, ngordhësinat e detit, peshqit e këto, lejot me i hangër. Pse? Se nuk prishën deti. Deti e tret, ketë, nuk e le du më thonë përhapët virusin deti. Nuk ka mundësi mu përhap virusin deti. E thot, i kanë qunë detin deti, edhe, du më thonë gjallësat e deti të hajnë, edhe du më thonë kripa e madhen uj e tret këtë trupin. E thot i ka quë ndeti për me pastruhe. Kjo në shka na përkujton, subhanallah. Edhe ka shenjat e kiametit. Shenjat e kiametit. Pre shenjave më të mdhoj dhe më të çuditshme kiametit. Kush janë? Je gjugjet edhe ma gjugjet. Thot, atë shumë ka me pasi për faqen e tokës, atë fuqishëm kanë me i vra, kanë me mit, nuk kanë me lon njeri, krijes, gjallës, kanë me angër, derisa një lumë kanë me kalu i pari, ka me pikur, ka me ardhë ushtari i fundit, ka me thonën që këtu kishte uj, mirë po e kanë pi ushtria që kanë konë për para. E thot këta, para me në të forë, se një ka dollë kur kush, derisa i këthej, thot që gjithet ka qili, thot edhe
thojnë i mbitëm këtë ata njerëzit që kanë në tokë, banusit e tokës, kina me mit banusit e qiellit me lekët edhe Zotin, edhe kur i gjujnë ata shigjetat edhe shtyzat ka qielli, Allahu azza wa jall lëshon shi në ngjyrë të kuqe sikur gjak, thotë që i mbitëm edhe nalt, naudhubillah. Në momentin që ata bëjnë krye lartësi të mëdha, Allahu azza wa jall vaçon krimi më i vogël, krim, me një dorë shtrit. Çaj krimi, çat shumë krima, çato krimat ju kanë hinë vesh, i kanë hangur trunin dhe kanë vrarë vdekur, thot sikur gjethet në vjesht, kur bin gjethet njëra me tjetra, zverdhura, domethënë çashtu bin të vdekur, mbushet sipërfaqja e tokës. A ke pa me një dron i madh që ka shumë gjethe dhe kur ato gjethet bëhen domethënë të verdha, mbushet parki kit me gjetha të verdha. Domethënë nuk ki vend ndoshta edhe kamën ku me vnu, çashtu do të bëhen një gjyç maxhut. Çka ndodh? Thot Allah azza wa jalla i çon disa shpes, i marrin gjyç maxhut me kthetrat e tyre, me sqepat e tyre dhe i çojnë krejt ata ndeti. Sikur që e ka ndodhur me popullin e Adit, marrin shpend edhe i çojnë domethënë deti dhe e pastrojnë ata, fa asbaha la yura illa masakinum. Thot Allahu thot në fund nuk u pa asnjë tragjative. Të mëdhoj ket u hupën sipërfaqen e tokës, ju hupën edhe tragjet ative, thot ju mbetën çellat ju mbetën vetëm kështjellat e atyre në për ata kodrat që i ndërtonin dhe që i gdhendin dhe i zbukuronin, vetëm shtëpiat e tyre ju mbetëm. Allah i ala atyre më tregu se që këtu ka jetu një farë populli Ad, pa e kanë refuzuar thirrjen e pejgamberit, kanë bërë krye lartësi, edhe Allah azza wa jalla ka dënuar dhe ja ka lënë domethënë si shenjë vetëm shtëpiat e këtyre njerëzve, kurse ata nuk mundosh më ti shohish mesin e tyre. Edhe një erë, subhanallahu, kjo era aq e valla, apo she, aq e dhimbshme, aq e trishtueshme, aq dënimi i madh, mirë po thot për Hudin alayhis salam dhe për popullin e vet, thot ishin në anën përballë, shikoshin, thuhet në transmetime ka qenë një kopsh, një ar, i ka thonë Nuhi alayhis salam, Hudi alayhis salam, ju keni ardhur këtu dhe keni më mbledh kanë net me Hudin alayhis salam, çati ka kalue kjo frima, ama nuk i ka bë kur gjë. Për këtë ka qenë, domethënë frim e lehtë. Frim e lehtë. Çka na përkujton kjo? Na përkujton luftën e Hendekut. Luftën e Hendekut kur u mbledhën këtë mushrik të Mekës, 10.000 veta dhe e thin kontratën me pejgamberin alayhis salam, tre fiset, Benu Kainuka, Benu Nadhir, Benu Qurayza, erdhën me shkatru pejgamberin alayhis salam dhe mi dhon fund Islamit. Pejgamberi alayhis salam e urdhroi me sahabët bashk duke konsultuar një Hendek. Dhe që mos kthejnë ato në ketona se ishin ushtri e madhe dhe vjen puna deri te humbja e madhe dhe te vrasja shumë sahabëve. Çka ndodhi? Allah azza wa jalla e çoi një frim të madhe kur e boni lutjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ju la shator, nuk ju la kafsh, nuk ju la ushqim, nuk ju la domethënë ato enët të cilët i kishin me ushqim që ja u derdhë dhe ja u mur kit në ajër. E tha, nuk ka më kur gjohë të kina më u këthi se ka me na marë ajri. Mirë po, qajo frim, a ishte prezente dhe pejgamberi alayhis salam, to ishin ketena Hendekit, ato ishin në tonën Hendekit, mirë po ato ishin ja u shkatroj dhe u mur ket, mirë po muslimanve knena me pejgamberi alayhis salam, sahabëve nuk ju boni asnjë sent. E thot pejgamberi alayhis salam, në ditën e Kiametit, ka fundi i botës, kur Allah azza wa jalla para se me shkatru dunjojën, kur kanë mundomo dy grupe musliman edhe jo musliman, edhe s'ka me pas më mas një kohë më pejgamber, s'ka me pas një, kanë me mbeten vetëm disa musliman që kanë me thonë la ilaha illallah, kjo është në prakt Kiametit, pak para se mu bu Kiameti. E thot çka ka menduar me ato musliman? Ato musliman nuk kanë me përjetu Kiametin, Allahu azza wa jalla ka më ia një erë. Çka erë shkartrimi, jo, një erë e letët kam ju dal aty dhe shpirti sikur një erë e lehtë që frim. Të kështu. Edhe kanë me vdek ata. Mirë po, era dhe ajri është mëshirë për muslimant, mëshirë për besimtarët dhe shkatrim për jo musliman, siç Allahu azza wa jall i shkatroi të thotë këtë popull. Edhe si e shkatroi domethënën mushrikës e dha pejgamberi alayhis salam, kjo ajri apo kjo era është një erë e ngjajshme e cila e shkatroi popullin e Adit, të cilët ishin bë krye lartësi. Në fund, pejgamberi alayhis salam thot sa herët që u bënte rrejt e zeza, thonte Aisha radiallahu anha, ju stërkush ke fytyra ati, ju ndronte qerja ati, hinte dhe dilte. Dhe i thënë të Aisha radiallahu anha, o i dërguari i Allahut, pse po ndodh kjo me ti?
tha se po frigohun, po tha këto mjegullat, do më thonë sjellin bereqet, sjellin shi. Oj, Aisha tha sa njerëzi kanë menu për mjegulla se do bjere bereqet, ajo ka qenë dënim për ta. E pejgamberi alayhis salam na ka mësuar edhe me buni dua. Kush e bën çka dua? Edhe nëse ka erë të keqe, erë të fort, erë dënimi, erë shkartrimi, me lejnë Allah ka me të mbrojtë. Pejgamberi alayhis salam e ka bëu këtë kur ka po erë, ka thonën Allahumma nes'aluke min khayriha wa khayri ma ursilte bih, wa na'udhu bike min sharriha wa sharri ma ursilet bih. O Allah, po kërkoj khairin, mirësit e kësoj rreve edhe kësoj erës që bartin këta me veti. Do më thonë, nëse bartin këta bereqet, bartin ta shi, o Allah, po të lusë mirësit e kësojna. Wa na'udhu bike min sharri, edhe po kërkoj nga sheri i kësoj, nëse ko sher, edhe nga sheri çka e bartin këto erat bashkë me ata mjegullat, dhe nga sheri i mjegullave dhe çka do të ketë në rreth e soj që ne nuk e dimi. E kjo këthot pejgamberi kush e ban këtë dua, Allahu azza wa jall e mbron këtë nga, do të thonë, fortunat e mëdha, nga erat, do të thonë, të mëdha të cilat janë shkatruese. Po ashtu thot në fund, do të thot Hudi alayhi salatu wassalam ndroi jetë dhe disa kanë thonë se ka ndruar jetë dhe është vorosur në vendin e tij si tham Hadramaut, është mes Yemenit dhe Omanit, është në vendin Ahqaf. Ahqaf kena tregu Allah ka thënë edhe në sura Ahqaf, edhe në sura Hud. Ahqaf kanë thonë se rreth këtyre shtëpia dhe pallatave ka pas disa kodrina apo kodra, të cilët kanë qenë me guraleca apo të cilët kanë qenë me rër. A keni pa në përshkretira është e bardhë, rëra e madhe, rëra mbi rër është sikur se një kodër e madhe. E thot ka pas atë shumë asi kodra të mdoja me rëra, është quajtur domethënë Ahqaf piksajna, dhe thot disa prej tyre kanë thonë se është vuros në Mekë, e disa prej tyre kanë thonë se është vuros në Hadramaut, e cila është në Yemen, në moshën e tij i cili ka pasën 150 vjet pra i ka pas ki pejgamber i madh i Allahut azza wa jall. Me këtë e përfundojmë ligjeratën e Hudit alayhis salam, vazhdojmë me një ligjerat tjetër të pejgamberëve të radhës që marrim shumë mësim dhe shumë dobi nga ata njerëzit që i ka zgjedhur Allahu azza wa jall, i ka përmendur historinë e tyre në Kur'an, dhe ne duhet të marrim mësim dhe shembull nga këta dhe ta lutim Allahun azza wa jall që Allah subhanahu wa taala të na bashkon në xhenetin e Allahut me pejgamberët e zgjedhur deri në takimin tjetër. Allahu i shpërblet wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.